e mafisë energjisë elektrike. A ekziston një mend apo vetëm një term cili është zgjedhur dhe po përdoret si thomsojmë, si kundërpërgjigje ose si reagim ndaj pushtetit? Na kemi një zyrë të rregullatorit përgjithshëm, i cili zgjidhet pikë kuvendit, i cili duhet me monitoru kecin e keskon. Mirë po, kur lyp keci mu rrit çmimin e energjisë për 14%, këta i thonë një rrit e 15%. Domethënë, e kemi një zyrë të rregullatorit përgjithshëm, që është zgjedhur pikë kuvendit, që është në bashkëpunim të plotë dhe i shërben totalisht kompanisë turke. Pra, kjo tregon që është mafia. Na kemi pa që Dejona Mihajli mes e mes në anal rrymen, mes e mes në alshon rrymen. Pra, është ngusht i lidhun ky pushtet zërreja me interesat e një kompanije private turke të cilës rritet përfitimi, këtu nuk kam asnjë dyshim. Mirë po, çka duhet, po thonë unë mi lyp kurtit është, pse nuk pe nacionalizon, pse s'pi rrit këto, pse s'po fol për rrymë alternative me ujë e erë,